Jam I bindur që Final Fouri do jetë një spektakël, sepse nisem edhe nga 2 ndeshjet e fundit të niveli I kënaqshëm me dy kryevepra, me derbin, vitrinën e futbollit shqiptar, ku I kishte të gjithë spektakli I vërtet, ambienti, atmosfera, tifozët, spektakli gjatë 90 minutave. Edhe një ndeshje që kishte të gjitha, kishte gola, kishte ritëm, kishte luftë, duele, kishte vendosje të mirë skuadrave në fushë, kishte edhe përmbysje rezultati që e boni shumë emocionale. Po kështu ndeshja e 2 skuadrave që kryesojnë, 2 më të mira Vllaznia me gjithë Elbasanin, një ndeshje fantastike dhe ajo, dhe me rregullit që funksionon që përgjysmohen pikët, po sigurisht për dalë edhe kampion, kjo është ideja e paktën e këto 2 skuadra që u ndeshën. Vazhdon gara për vendin e 4 midis Dinamos dhe Partizanit, kur gjithë skuadrat luftojnë deri ditën e fundit për plotësuar objektivat, kjo është një gjë fantastike. Faktet janë që kampionati është bërë shumë interesant, kështu që skuadrat elitare do përplasen Final Four, do të jetë një spektakël dhe jam I sigurt që stadiumi do të jetë në gjitha ndeshjet do të jetë me numër të konsiderueshëm spektatorësh.